Policia Malësisë së Madhe ka finalizuar operacionin e koduar flagranca në kuadër të goditjes së rasteve të kultivimit të bimëve narkotike në territorin e qarkut Shkodër. Sipas njoftimit zyrtar, si rezultat i hetimeve intensive dhe veprimeve proaktive të kryera nga shërbimet e komisariatit të policisë Malësi e Madhe, në fshatin Ivanej u zbuluan një parcel ku ishin kultivuar 306 bimë të dyshuara narkotike të llojit cannabis sativa. Gjatë ndërhyrjes, efektivet e policisë kapën në flagrancë në parcelën ku ndodheshin bimet narkotike dy shtetas, të cilët dyshohen si autor të kultivimit të tyre. Në prarë nga ra NZ 40 vjeç banues në fshatin Guci e Re dhe KP 43 vjeç banues në fshatin Grude e Re. Bimet narkotike u asgjësuan në vendngjarje nëpërmjet djegjes, ndërsa policia vijon kontrollet në të gjithë territorin e qarkut Shkodër me qëllim parandalimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të lëndëve narkotike. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme hetimore.